Dedikimi më emocionues dhe më prekës që fenomeni shkodran Louise Ailey mund të bënte është për bebushën e tij të adhurueshme. Ai sapo ka bërë një postim që ka marrë vëmendjen e menjëhershme të gjithë ndjekësve të tij. Louise ka shpërndar në profilin e tij Instagram disa foto ku shfaqet me vogëlushën e tij të ëmbël. Në foton e parë, e cila është bardhë e zi shkodrani i zemrës, shfaqet teksa e puth të voglën e tij në ballë. Sytë e tij janë të mbyllur dhe duart e vogla të lunës gjenden në mjekrën e tij. Kjo foto tregon dhe përcjell pafund energji të mirë dhe pozitive. Madje dashuria që fenomeni shkodran ka ndaj angjëllit të tij tregohet më së miri në këtë postim, veçanërisht fotoja e parë ku ai e puth në ballë por si një princesh. Bashkangjitur me fotot, shkodrani i zemrës ka vendosur edhe një mbishkrim tejet emocionues dhe rënqethës. Ja se cilat janë fjalët që Louise i ka dedikuar vogëlushës së tij publikisht: e puth në ballë për ta mbrojtur nga çdo dhimbje dhe të kuptoj se sa e veçantë është për mua. E ngre lart që të prek yjet, ëndrat e veta dhe të fluturoj mbi çdo pengesë. E mbaj në prerin tim që të ndjej ritmin e zemrës sime, se që kur erdhi ajo, çdo rrahje ka kuptim dhe çdo moment më ngjall jetë dhe shpresë. Këto fjalë kanë goditur fort zemrën e kujdo që e ka parë dhe lexuar. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë por sa e kanë parë këtë postim dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe të bukura kundrejt fenomenit shkodran dhe vogëlushës së tij Luna Mari, e cila tashmë njihet si princesha e familjes Ailey. Me fjalë të thjeshta, por të mbushura me dashuri të pakushtëzuar, Louise ka treguar se sa thellë ka ndryshuar jeta e tij me ardhjen e bebushes, një ndjesi që shumë prindër mund ta kuptojnë, por që pak e shprehin kaq bukur. Puthja në ballë, si një shenjë e paqes dhe sigurisë, përfaqëson jo vetëm dashurinë, por edhe premtimin e një babai për të qenë gjithmonë aty, kurdo për vajzën e tij. Ky dedikim ka marrë mijëra reagime në rrjet, duke u bërë viral në pak minuta. Sipas shkodranit të zemrës, dashuria më e madhe lind në detajet më të vogla, dhe momentet më të çmuara janë ato që nuk mund të maten, por vetëm të ndihen me zemër. Ky postim është qendra e vëmendjes për ditën e sotme dhe duket se dashuria dhe ëmbëlsia që ai ka përcjell po transmetohet kudo nëpër rrjetet sociale dhe në media. E vogla Luna Mari është shumë me fat që ka një baba si Louise Ailey, i cili nuk heziton në asnjë moment të shprehë dashurinë e madhe që ka për të.